Shtrojmë tavolinën për darkën e vitit të ri. Pas shumë vjetësh, e festojmë vitin e ri në Greqi. Zakonisht ka ardhur Eva tek mua në Angli, po me që këtë vit punonte, edhe unë isha me pushime, erdhëm të gjithë së bashku në Greqi. Nuk dënjëm në Shqipëri se Eva punonte edhe nuk mund të rinim dot, ndaj edhe festuam Krishtlindjet në Shqipëri, edhe vitin e ri në Greqi. Që kështu u mblodhëm këtu të gjithë së bashku, erdhi dhe vëllai nga fshati, edhe kaluam aty vitin e ri. Po shtrojmë tavolinën tani të thjeshtë, edhe se vetëm neve të familjes ishim, nuk ishim njerëz të tjerë, edhe tham të bëjmë diçka të thjeshtë edhe të bukur, siç mund të shikoni këtu. Vendosëm disa lule në mes, kuptohet sa për dekorin e tavolinës, se pastaj që vendosëm lakrorin edhe sallatrat e njërën e tjetrën, i hoqëm nga mesi, po tani sa për të treguar tavolinën e bukur, i vendosëm ja edhe vera, që pimë gjatë darkës, edhe tavolina për vitin e ri është gati. Më dërgoni dhe juve foto se si e dekorua tavolinën për vitin e ri, edhe të kaloni një vit sa më të gëzuar, plot shëndete, lumturi o njerëz të dashur dhe të bukur, qoftë ky vit.